vizitor. Patjetër shumë bukur nga të gjitha vendet e Shqipërisë, po ku rrinin gjithë të njerëz? E pra, interesante, dhe unë ashtu mendova. A kishte mjaftuar shumë vend në akomodim atje në Korçë? Se Shkodra. Në vitet e para, kur Korça u bë shumë e njohur për turizmin e saj në dimër, pritësit e parë ishin shtëpitë korçare, të cilat banorët i kthyen ato në bujtina, pra në hotelet vogla, po me kapacitetet ngushta, që do thotë 5 nga grupi flinin këtu edhe 5 2 kilometra larg, e kupton? Shkojnë larg, i ka marrë masat Korça. Nuk është më e Korça që mendojmë ne, fli 5 tu e 5 atje. Si kanë po ke edhe kapacitete, që ti shkon në një vend edhe 30 veta për një herësh, 60 veta për një herësh. I kanë marrë masat. Numrat të mëdhenj. Numrat të mëdhenj në fakt. Pra ti nuk ndahesh, është autobusi 52 vendesh, të 52 parkohen aty në të njëjtin vend dhe pastaj të gjithë mblidhen dhe lëvizin në guidën që është përcaktuar. I heqin një hall njerëzve. Po pra. Tani mos mendoni që e thot Kozeta për t'i mbrojtur, e thot vetë Korçari. Ja dëgjoni se ç'thot Korçari për akomodimin. Sezoni turistik, nuk e di nëse ju e keni më mirë verën apo dimrin në Korçë. Sezoni turistik për qytetin e Korçës më shumë është i zhvilluar në sezon në periudhën e dimrit. Në dimër vjen më shumë se janë festat, ë? Dhe Korça ka çfarë ofron? Përveç festave, Korça ka dhe ambiente shumë të këndshme, të bukura, të cilat janë zhvilluar kohët e fundit, ofrojnë mundësira shumë të mira këtu në Korçë. A vi Shkodran, si jemi shumë kureshtar? Tek ju vi Shkodran? Po, Shkodranët janë turistët më të preferuar tanët. Vërtet? Po. Do të thënë se kanë numrin e madh apo janë dhe kështu si natyrë pak si të gëzueshëm kur vinë? Kemi dhe një shkuarje shumë të madhe në qytetin e Shkodrës. Është një shkuarje e vjetër. Janë njerëz shumë të sinqertë, të afruar, të dashur, të cilën ne na përshtaten shumë në krahasim me vetet e tjera. Po bëjnë shumë kur vinë në hotel, domethënë e çojnë çik zërin, apo jo, janë të qetë, shumë e bardhë dhe shumë të kulturuar. Kanë njerëz shumë të kulturuar. Okej. Nëse keni urim për të gjithë teleshikuesit shqiptar, kudo që ta ndodh dhe për të kufive shqiptar, për festat e fundvitit, po kuptohet që Shkodranët më mbajnë çik me hatër, ë? Okej, si do ftoni? Ju uroj të gjithëve gëzuar festat e fundvitit, veçanërisht qytetit të Shkodrës, të cilit i kemi shumë dashamirës, dhe të gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen, ne i mirëpresim, festat në qytetin tonë janë shumë të ngrohta. Okej, thuaj që Korça ka përshtatur shtëpi për hotel, po jo, ne vim këtu dhe gjejmë disa katësh. Sa janë kapacitetet, nëse ata vinë me grup të madh, sa janë kapacitetet tu? Kapaciteti thua është prej 30 dhomash, një akomodim prej 60-70 personash në të gjithë hotelit. Mjafton të njoftohemi më përpara, edhe të 60, 50 sa ka një autobus mund të sistemohet. T'ja kaloni gëzuar dhe mirë se vini ju në Shkodër. Faleminderit shumë. Festat e fundvitit dhe gjithë të mira. Faleminderit.